E qartë. Ndër të tjera, do doja të dija pak edhe qasjen që ka patur kryeministri Edi Rama konkretisht me aleatin më të rëndësishëm që ne kemi, Amerikën, së fundmi edhe në lidhje me mënyrën se si është parë e gjithë kjo çështje, zoti Medio. Mendoni ju që ka një problematik, le të themi, që me ardhin në pushtet të Donald Trump në raport me zhvillimet dhe mbështetjen që i ka dhënë Amerika Shqipërisë dhe mënyra se si është sjell kryeministri në raport me këto zhvillime të fundit? Shko, sjellja e Edi Ramës ka dy anë të medaljes. Kur është jashtë me partnerën ndërkombëtar, është njeriu më i përullur dhe përpiqet që të bëjë gjeste nga më të ndryshëm për të fituar vëmendjen. Ndërsa këtu është kritiku më i madh. Duke pranuar këtu është arroganti më i madh, jo kritiku më i madh, është arrogant me qytetarët shqiptar. Dhe pastaj ka një lloj çoroditje në qëndrime të cilat padyshim krijojnë edhe krisjet e tyre në politikën e jashtme. Do njëherë është pro-amerikan, njëherë është anti-amerikan, njëherë pro-francez, njëherë është anti-francez, njëherë pro-gjerman, një kundër gjerman. Pra ka e politika e cila do thënë njëherë është i djathtë, njëherë është i majt. Çdo gjë që mund t'i ofrohet e pranon vetëm për të forcuar pushtetin e tij. Por nga ana tjetër do pëson pushtetin e qytetarëve shqiptar duke krijuar një moment sa më autoritar në qeverisjen e vendit, ngushton hapësira dhe liritë për qytetarët shqiptar dhe për liritë politike që kanë nevojë shqiptarët. Pastaj në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, oscilacionet e tij kanë qenë ndonjë të jashtëzakonshme, ne ka filluar me Trumpin duke quajtur turpi njerëzimit, pastaj do të bënte sikur ishte më pro Trumpi, pastaj ishte pro Blinken, pro Biden, pastaj ndryshonte ishte pro Trump. Dhe çështja është që politika jone e jashtme për fatin e keq nuk është më një politikë institucionale. Por është një politikë e cila është krejt spontane, njeriu i cili do të thonë ka nevojë vetëm për shfaqje se sa për thelb dhe nuk i shërben as shqiptarëve, as Shqipërisë dhe as interesave tona kombëtare. Dhe në këtë situatë nuk kemi me institucione që mund të reagojnë dhe mund të veprojnë, qoftë pikpamje të politikave të sigurisë, qoftë pikpamje politikave të jashtme. Çdo gjë në shoqërinë shqiptare, sidomos në drejtimin e institucioneve, qoftë edhe të pavarura, në Shqipëri vjen sipas qefit Edi Ramës, do apo s'do Edi Rama, jo sipas kushtetutës dhe sipas ligjit. E qartë. Edhe diçka tjetër, zoti Medio, si keni parë ju protesta që ka zhvilluar opozita? Mendojnë që qytetarët tashmë kanë kuptuar gjithçka që po ndodh konkretisht, edhe premtimet e pambajtura, edhe për çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian, edhe gjithashtu rritjen të pashpjegueshme të çmimeve të karburanteve, që tashmë me efektin domino ka pësuar edhe rritje të çmimit të shportës, të frutaperimeve, jemi në një kolaps total. Nga ana tjetër qeveria sa vjen edhe nxjerr të tjerë përfaqësues të kësaj qeverie, të cilët kanë patur problematika shumë të mëdha me korrupsionin, me krimin organizuar, me shpërdorimin e detyrës. Pra, a jemi në një fazë që realisht duhet të ketë një lloj ringritje të qytetarëve për t'i dhënë fund asaj që mund cilësohet si një qeveri që është duke shkatruar gjithçka? Shiko, protesta qytetare mendoj që është një nga elementet shumë të rëndësishëm të opozitës, bilesur mendoj që duhet gjetur mekanizmin për ta kthyer këtë një protestë permanente dhe të organizuar dhe të fuqishme, por jo vetëm territorin e Tiranës. Unë nuk mendoj që duhet presim gjithmonë kush do të vinë në Tiranë. Çështja është se sa opozita do të jetë në përrete, dhe për klasë në përrete në çdo nukull të organizimit administrativ të Shqipërisë, në fshatra, në komuna, në qytete, në bashki, në qarqe, për të bërë pjesë të këtij veprimi të gjithë shoqërinë shqiptare. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Për ta krijuar këtë besim me qytetarët shqiptar, mendoj që ka një moment të dytë që po ashtu si i rëndësishëm. Çështja është që ne duhet të krijojmë bindje shqiptarëve që kjo luftë nuk po bëhet për ne, si parti politike opozitare apo politik opozitar. Por është një luftë që bëhet për Shqipërinë, për të ardhmen e saj europiane, për interesat e qytetarëve shqiptar. Dhe këtu padyshim që ka modalitete të ndryshme për mënyrën se si duhet vepruar. E treta, mendoj që është shumë e rëndësishme që opozita duhet të unifikohet në qëllime politike të paktën, pastaj qëllimet elektorale vinë më mbrapa, dhe këtu kam vlerësuar dhe vlerësoj rolin e forumit për dialog, i cili duhet patjetër do të mbështetet nga forcat politike po dhe intelektualet, sepse është një dialog i cili vlen, do të thënë, mënyrës gjykimit të opozitës, por edhe qasjes që ka me problemet politike edhe me qytetarët shqiptar. Dhe ndarja e opozitës, ky më pëlqen, ky s'm pëlqen, është një moment besoj problematik, sepse nuk është kuptuar në thelb që do të thënë përballë një kundërshtari i cili shkatron çdo lloj premise pozitive institucionale, ligjore të funksionimit të shtetit, ka nevojë për një unifikim të opozitës, pastaj edhe një bashkëpunim me gjithë qytetarët shqiptar.
Pra të gjitha këto hapa duhen ndërmarrë. Dhe graviteti i opozitës shqiptare sot mirë pa diskutueshme është Partia